Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër vlog. Çdo fillim jave, edhe sot kam menduar të bëj të gjithë punët e shtëpisë, të gjitha punët me themel, siç I themi dhe ne. Edhe pse koha ishte me shi, unë vendosa që të bëj të gjithë punët e shtëpisë. Si fillim kam nisur nga dhoma e gjumit, ku kam nduar të gjithë çarçafët, dhe pse ju rikthyem përsëri batanjeve me kohën e freskuar së fundmi. Pas ndrimit të çarçafeve, fillova që të sistemoja pak edhe komedinën që kam afër krevatit tim, ku gjithmonë mbaj librin që lexoj, një got ujë dhe sigurisht karikusin. Fillova të fshij dhe pluhurat, ku nuk e di se nga vjen I gjithë ky pluhur, kur unë kam shtëpi private dhe rruga ku kalojnë makina të shumë larg, por përsëri pluhurat janë. Përfundova dhe me fshirjen e pluhurave tek dhoma e gjumit. Gjithashtu sistemova pak edhe make-upet edhe bijuteritë që unë kam. Nuk I kam të gjitha këtu në Tiranë, sepse gjysmat I kam lënë dhe në Finland, por të gjitha këto që ju shihni tek komedina do të hiqen kur unë të iki dhe do të jetë akoma dhe më e pastër.
tregoj dhe tani është kutia e surprizave. Është një kuti me disa fotografi dhe kujtime që unë kam me shoqen time të ngushtë Adelën. Këtë kutin ma ka bërë dhurat ajo dhe unë vazhdoj ta mbaj akoma, më duket se është që në vitin 2020 kur kam pas ditëlindjen time, edhe gjithashtu në këtë kuti kam edhe nuk e di si mund të quhet konfetën që vendoset tek tavolina në përdasma dhe është nga dasma e shoqes tjetër të ngushtë që unë kam, Anduelës, edhe unë i kam ruajtur te kjo kutia e surprizave. Dhe do vazhdoj ta ruaj, por nuk e marr dot me vete në Finland, do ta lë këtu në Tiranë. Këtu fillova me fshirjen e dhomës, si që shikoni kam përfunduar me këtë fshesën me bisht, sepse fshesa e korrendit mua më është djegur, mu dojq para se t'i ikja në dhjetor, edhe nuk e kemi rregulluar akoma ose do shikojmë për të blerë një tjetër, por unë me siguri derisa t'i iki do përdor këtë fshesën që kam. Këtu kam fshirë të gjithë shtëpinë, përveç dhomës së gjumit dhe kuzhinës dhe sallonit që unë ju kam treguar në këtë video. Kemi dhe 2 dhoma tjera të mëdhaja, por që nuk ja u tregova në këtë video, sepse ishin të pastra edhe të rregullta, sepse njeri nuk ri në to. Vazhdova dhe me pastrimin e sallonit. Këtu kam hequr këto mbulesat e koltuqeve dhe i vendosa për të larë, sepse
Vazhdoj me pjesën më të vështirë ku ka më shumë punë, kuzhinën. Sado që është e bukur edhe më pëlqen shumë, prap duhet shumë punë që të merrem me kuzhinën. Kam filluar me vendosjen për vende të enëve të lara dhe me ndrimin e kësaj vaze që ta shihni në fund me çfarë e kam zëvendësuar. Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right. I see. Well, që e dija që e kisha një pull të madhe nga prapa, por që kam provuar me çfarëdo lloj detergjenti edhe nuk ikën, kështu e kam blerë dhe nuk e kam blerë. Por gjithsesi unë e mbaj për në shtëpi ku bëj punët. Jashtë ndërkohë bie akoma shumë shi.
Pastrova dhe pianurën, ku e kam bërë cicit, dhe si që të gjoni, unë nuk mund të bëj punët e shtëpis pa muzikë. Për larjen e lavamanit, unë përdor Melios gazatoren, që është në ngjyrë të bardhë, edhe detergjentin Cif, atë të verdhin, dhe lajnë shumë mirë. Deri tani këto kam përdorur, por mendoj të marr për larjen e pianurës gjithashtu një lloj paste që përdoret për to, që është në ngjyra të ndryshme, dhe që ma ka dërguar mami, dhe do ta provoj dhe do ju them se si është në larjen e saj. Ndrojmë dhe sfungjeri, marrim një të ri dhe përgatis një kafe turke për veten time, gjithashtu dhe ha dhe snakun tim banane dhe vazhdojmë me punët e mbetura dhe kërcejmë pak njëkohësisht.
kisha menduar që këto letrat me ngjyra që unë kisha, që i përdorja për diçka tjetër, ti prisja dhe ti vendosja si për bufes, si për kuzhinës, në mënyrë që mos t'i bjerë pluhuri direkt në kuzhinë. I kam prerë në shiritat, në gjerësinë që duheshin, dhe u mundova, si që shihni dhe në video, mundoha që të ngjitesha sipër dhe t'i vendosja, sepse nuk e kam një shkallë të vogël, por ja dola që t'i vendos. Nuk e di, mbase mund të vendoset edhe diçka tjetër për të mos i rënë pluhuri kuzhinës sipër. Mund të më thoni dhe ju në komente se çfarë i keni vendosur kuzhinave tuaja, por unë për momentin mendova t'i vendos këtë kartonin që kisha tek shtëpia ime. Këtë lulen që do shihni tani është lulja ime e preferuar, banania. Unë këtë lulen e kam këtu e një vit, ka qenë më e madhe, por gjatë kohës së dimrit i ka hedhur të gjitha fletët. Por trungu, si që shihni, ishte më i gjatë, por unë duke e shtyrë në këtë mënyrë, para një muaji e erëzova vazën edhe trungu më kput. Por ajo e nxori një gjetje tjetër dhe po zhvillohet akoma më shumë. Këtu jam edhe unë duke filluar të pastroj tualetin. Një fakt rreth meje është që unë që e vogël kam pas shumë qef që të pastroj tualetin. Më mire kisha të pastroja tualetin se sa të fshija pluhurat e shtëpisë. Dhe më pëlqen shumë pastrimi i tualetit. Këtu kam përdorur Açen për larjen e tualetit, gjithashtu kam përdorja edhe një gel dak, më duket quhet, por më kishte mbaruar dhe unë sot të lava vetëm me Açe dhe u përzit, si që shihni dhe në video. Lulen e bananes, që ju tregova dhe pak më parë, mendova t'ja ndryshoj vendin dhe ta vendos këtu afër koltukut, sepse edhe drita i bie më shumë. Shpresoj shumë që të më rritet akoma më shumë dhe do ja u tregoj edhe në vlogjet e tjera. Trëndafilat e baxhes time janë të çelura të gjitha. Dhe unë mendova që të këpos disa dhe t'i vendos tek kjo vazoja. Vazën e vendosa tek banaku i kuzhinës dhe i dha një ngjyrë tjetër.
Kjo është një vazo e vogël që unë kisha në shtëpi, e kisha përdorur për një lule, por mendova të bëj diçka tjetër me këtë bojën e bardhë që unë kam, dhe me një anën e një sfungjeri unë vendosa ta lyej. Kam bërë dhe herë tjetër një vazo që kam tek salloni dhe kam vendosur disa degu liri, do t'ja u tregoj më pas se si ka qenë vazoja dhe se si e kam kthyer. Kjo është edhe vazoja që unë para një viti ishte në këtë gjendje, e kam lyer me bojë të bardhë dhe e kam zhduruar në një vazo tjetër të bardhë me disa degu liri dhe më pëlqen shumë. Këtë vazon e vogël mendoj ta vendos këtu te kuzhina, por po bëja prova, vendosa disa deg peme që unë i kam kputur nga një pemë tek shtëpia ime, por nuk jam e sigurt të vendos këto degët ose të vendos disa luk druri të kuzhinës. Më thoni dhe ju, më jepni mendimin tuaj, kush shkon më shumë. Kjo është edhe video që unë kisha përgatitur për ju sot, shpresoj shumë që t'u ketë pëlqyer, një video pak më ndryshe me voice over. Edhe këto ishin edhe punët e shtëpisë, ku unë mundova që t'i bëja që të gjitha, por me sa na la edhe shiu, kanë ngelur edhe akoma disa punë të tjera. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe të më mbështesni me një like, koment ose subscribe. Faleminderit!